interesante është që në vitin 2020 kemi pas 24 raste ku persona real, me profilet e tyre reale, janë përballë me sistemin e drejtësisë, janë arrestuar dhe janë përballë me sistemin e drejtësisë, duke kërcënu dhe kry vepra tjera penale ndaj politikanëve në Facebook me anë të komenteve. Po, ka usje si shke rastin dhe Guzatit fundi. Po, i fundit ishte kënë. Kemi pas edhe ndaj Albin Kurtit, Bilaj ka qenë kandidat për deputeta i Nismës, që nuk më kujtohet e emri. Po, pikërisht në vitin 2020. Problemi që ndron këtu që nuk kemi pas asnjëherë, asnjë precedent, paktën publik që na kemi dhona publike për to, që dikush është hetu për një profil të rrem. Këtu tash duhet me po më edhe nuk duhet me vënu në asnjë moment në dyshim kapacitetet e policisë të tuesisë për këtë çështje, por thjesht nuk kemi pa një rast të tillë.